Përshëndetje për gjithë juve që vazhdoni shoqoni me Koa Vizionin dhe me Glam Radio, po shpresojmë që keni pas vikendin e mirë, që ka filluar java mirë, edhe pse temperaturat nuk kanë qenë, domethënë qysh na e kena ditë çu ka me qenë, po u mësum keq. U mësum keq u mësum keq, dai shumë pas 30 gradë hala. Amo ka qenë as vikendi ideal për me najt në shtëpi, edhe me shiju komoditetin e shtëpisë, rahatin e shtëpisë, edhe me bona e punë që s'ke mujt me bo gjatë javës, se ke pas qef me dal. Tash ka nis ky far depresioni i vjeshtës, kështu që përgatituni se kjo javë çu shpoj shoh. Qysh po e shoh pas ka veçin hala ma e keqe. Sot koka 16 maksimal, janë 17 mërkurën 13. Tani, të ajtën, të premtën, domethënë ka me qenë dimër, bukfalisht 4 gradë kanë me shku temperaturat maksimale. Hajde se s'ka lidhje mirë është. Po, tash ta bëjsh në nxerrë teshat si nxerrë teshat ti. Halosi. Ta bëjsh oj fion, me nejt gati, duhet me nejt gati. Alo, nuk e kemi nis atë proces, kështu që shfrytëzoni këtë ditë për me bo ndrimin e garderobës. Uroj me të vërtetë që keni pas vikendin e mirë, edhe javën i keni nis mbare mirë pavarësisht motit, diku e lexova që nuk do të më ndiku nga moti sepse tregon që po rritesh, po rritesh si person nëse nuk ndikosh nga moti. Tash se disa është shumë i rritur. E këtë pruvin e pak. Kështu që sot kena me fol për një temë tjetër shumë interesant. Nuk e di nga erdhi ideja, nuk muj me kallëzu se nga u inspirova, se kjo diçka e momentit kështu tlik. Edhe viçitarësimi ta e bëjmë që temë e bëjmë. Edhe u bo. Prezantoje i dashur koleg. Tema për ditën e sotme është kujt s'mundësh ti thuani jo, kujna s'mundësh mi thoni jo, çkafit s'mundësh mi thoni jo. A den që sojna po dojna me ditë njerëzit, po në përgjithësi. A ka na ju fert. Unë muzikës të mirë s'muj mi thoni jo. A ka na i thirrje prej dikujt, na ju fert, na i surprizë, na ju ushqim. Na ju them. E të jo, plot sa me paska. Vish me kon me ardh këto oferta shumë mirë shkon. Kjo është kënga A mundësh, është bashkëpunimi i Gjibanit me Vesa Smolicën. Po dëgjojmë këngën e po rikthehemi, po ju presim me telefonata dhe me informata rreth komunikacionit. Mirë se erdhët. Në 049978 për ndryshe jemi drejt për drejt edhe në YouTube, në koa.net, në glamradio.fm. Mundeni me na gjetë në 102.0 dhe 88.6 FM. Komunikacioni thot kështu, është e ngarkuar pjesa nga fshati Shkabaj Kolon e gjatë deri tek stacioni autobusëve saktësisht. Pastaj e ngarkuar është edhe rruga Agim Ramadani nga Ullkryqi Menzës tek komuna dhe Ana Sjeltas. Me kolone keni edhe hyrje në Prishtinë, po shihet e ngarkuar nga kazerma Demiashari Tutje. Si dhe qasja për dekreti i Çaklavicës që ka me kolon gjatë. Përndryshe që aty në Çaklavic Petrol Company në të dy anët e rrugës ka super çmime 1.18 për litre keni benzinën e dizelin dhe në Ajvali e keni 1.17 benzinën dhe dizelin. Mos harroni me u bë dhe pjesë e lojës shpërblyese kur të bleni domethënë derivatet e merrni një kupon 10 euro 22-33 kupona edhe fut në lojë për me fitu një super vetur që po e dhuron Petrol Company. Ja, ku po vjen ajo telefonata e parë. Çe telefonata? Alo, përshëndetje. Përshëndetje Fiona. O, përshëndetje, nuk deshta me ungut, veç tash përshëndetje në gjatë deshta me thonë. Pse s'tash? Po ja sidove, po unë jam ti zakoni si pari. A je mirë? Mirë, faleminderit. Çu shkaloj kjo fundjavë? Nuk mua gjatë vikendit. Po tash edhe na do të më pushu pak. Po me si, po e di ato. Në gjatë tregon për ty personalisht. Kujt s'mundesh me i thonë jo? Çkafit s'mundesh me i thonë jo? Muj me thonë jo, vallë ti të madhi që kujdeset për mu, se jetoj me një pension. Jetoj me një pension 120 euro, e kom nevojat mdoja, a e ndihmon materialisht, po ashtu edhe motra ndihmon edhe ajo materialisht, kështu që këty në dyve nuk mund me i thonë jo, kurse si. Çka do që të kërkojnë, edhe me qenë jashtë natyrës tënde, ti e bën për hatër të tyre. Po si. Më vjen mirë që ka hala kësi raporte në gjatë që ndihmojnë vëllezërit, motrat. Raporte të çyshme kom. Shumë mirë, më vjen mirë. Faleminderit shumë që na telefonove. Edhe një kompliment, po duheni shumë bukur edhe ti edhe Artimi sot. Faleminderit. Ma ka kalu pak ti. Faleminderit. Jo, dy seni të njëjtë. Faleminderit në gjatë, për çfarë fojmë shumë. Fala pes. Po ashtu. Hajde gjatë mirat.
Faleminderit shumë, përshëndesim shumë. 049978 edhe një informat ka arrit, po na tregon për çastin të rrethi i Çaglavicës. Prap, po vazhdojmë të qenë pjesë shumë e ngarkuar, edhe rruga Gim Ramadani me kolon në drejtim për tek komuna, pra nga udhkyqi Menzës tutje, pjesë e ngarkuar me kolon. Mos harroni me vizitu Enza Home nëse doni me kon komod rehat, edhe nëse doni me përfitu zbritje, përveç zbritjes kështu ka edhe 25% zbritje ekstra për çiftet e reja, po vazhdon kampanja Best Wedding Deals te Enza Home që e keni në Çaglavicë, kilometrin e 6 drejtim Ferizajt nga Prishtina. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Kush? Përshëndetje, Seni Asman, si kaloni? Mirë, faleminderit. Si keni pas ditën? Ja, të mbar. Faleminderit. Sa vërtet në ditë më thonë. Jo. Ka diçka që s'mundesh mi thonë jo. Ka diçka që si thuj jo, atë. Ka shumë që me që s'munde thonë jo, da unë kur së në thamë me konë që mu. Apo na tregon, as më na tregon? Qka me tregu? Po diçka që s'mundesh mi thonë jo, më thonë sekret kena diçka që s'mujna mi thonë jo. Së në thamë jo, dashuris. Dashuris? O the dashuris? Gruja. Po te dashuris gruz, bravo, qebre, u qel tema. Faleminderit shumë, Asman. Përshëndes. Je mrekullueshëm, faleminderit për telefonatën edhe për urimin 049978 Ja, telefonata e radhës. Alo, faleminderit Endret. Përshëndetje. Një komplet aja prunë Endret. Alo, kush telefonon? Alo, Qazimi. O, Qazim, përshëndetje. Përshëndetje. Qysh je, je mirë? Ku të e ban të konota i ere një. Nuk mujt me thonë jo. Bo, që jeme me thonë dhe Itali. Me thyrë në Itali. Tash basi kush i bjen, vlla i madha kush? Vëri vogël. I vogli pas. I vogli pas. Çfarë ja kanë lënë aty se është më i madh. Okej. Edhe çka ke e para, çka ke Qazim se kuptova? E pora unë, kunota me botote. Okej. Faleminderit Qazim, të përshëndes shumë. Faleminderit. Hajde, jaftë në bar. Sa kishe mujti vion me thonë jo, nashta jo i kishe thonë, po i shdojnë. Do t'i thoja, po lotët do të shkonin rreth për qark. Sikur se shiu që po bie. Mos harroni prishtinaTicket.net me vizitu krejt ju që po planifikoni udhëtimin në radhës tash vjeshta, është një kohë tepër e përshtatshme për me vizitu ndonjërin prej qyteteve në Evropë, për shkak se ka më pak turist, është koha pakës më e freskët, më e përballueshme. Edhe çmimet janë pak më ndryshe se gjatë verës dihet që çmimet janë shumë të larta, kështu që hyni në prishtinaTicket.net, edhe zgjedhni destinacione sikurse Gjermania, Zvicra, Slovenia, Suedia, Luksemburgu dhe Parisin e keni anasjelltas direkt nga Prishtina dhe klikoni për shembull për Gjermani keni plot destinacione, për Zvicër plot destinacione. Kudo që të keni dëshirë mundeni me zgjedh përmes prishtinaTicket.net dhe çka vlen me përmend është që bagazhin e keni 20 kg falas me çmimin e biletës. Një foto që ka arrit në këto momente, po na tregon që ka pjesa, po që desa e deshe krovaj fjon se më bodhën nëse Google Map, që ka pjesa nga komuna në drejtim për tek rrethi ambasadës, po përshihet e ngarkuar edhe pjesa poshtë Vetrëniku deri tek rrethi ambasadës. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Kush na përshëndet? Një Zoj nga Podira. Si e Zoj? Mirë, me shi. Po më vjen mirë. Kujna s'munësh mi thonë ju? Vllaut, me tham. Jeni me të njerëz, ta ka ai sen tjetra veç do të thonë njerëzve s'munim ju thonë ju, se ka edhe gjëra tjera që s'mund. Pa s'mundesh mi thonë apo marr vesh në far ushqimit mirë, s'mundesh mi thonë ju, në far udhëtimit mirë, s'mundesh mi thonë ju, e të jo. As njës nuk kena refuzime. S'ki do më thonë. Amo vllaut s'mundesh mi thonë ju. Ja, absolutikisht. Okej, faleminderit Zoj, po të përshëndesim shumë, je mrekullueshme, kalofsh mirë pas një pasdite të mrekullueshme. Çe telefonata tjetër? Alo, përshëndetje. Përshëndetje, kush telefonon? Nga Besiana, në Besian. Ashtë Naski? Po. Naser, apo na dëgjon? Po, mirë fort. Hajde fol. Qysh je? Mirë faleminderit, jo? Mirë se kam të prezentu. Ty vetë, pa u prezentu të jesh. Faleminderit. Kujt s'mundesh me thonë jo? Çka fit s'mundesh me thonë jo? A pe shqymet i thëmë Rasenikut, jo? Suni thu jo, okej.
Edhe njerit sinqert drejt homon që punon drejt mirë, për drejtat të gjithë njerëzve, i thëm jo, diçka më kërkua që ka mos i bëj një mua, duke i thëm jo, veç i thëm po. E thash, atë kanë ardhur oferta për me votu, apo më nësh mi thonë jona i kujta jo? Se tash krejt paraqiten të drejtë, punëtore, sinqerte. Jo, s'muna me thonë se kom kandidat një temin edhe s'me thëm jo. Paske shumë joja kësa here. E qëto, a bëni pyetje qëto? Se qëtojmë të e një shumë, du me thonë. A du ne kom diçka të familjes dhe du të me jap? A du të me jap votën veç pëse është i familjes, a pëse e meriton? Jo, jo ti, mire ki e kjo pyetje fort e mirë. E mirë po. Hajde na elaboro të lutem. Une vëlla me pas, nëse vëlla me kam, po është shumë i angazhuar, është i pikë në punë, kjo punë me sinceritet, do të me thonë jo, a nëse se kryen do me thonë jo. Okej, do me thonë pëthu që edhe nëse se këshe pas, nëse këshe mendu që nuk e meriton, s'ja këshe dhe votën pëthua. Normal, unë të rëgoha në pikën e dytë është jo, nuk mundë që me thonë një që është i sinqert, punëtor, human, nuk me thonë jo. Në rregull. Uroj që me të vërtet ka me punu që ashtu. Suksese, faleminderit. Po normal do me punu e jo, po sham edhe rësenikut me përre. Kalzoj Fionës. Hajtë kalzëm qka është ajo në me përre e bënja? Ka shumë shprehje që përdore në përvenet ndryshme për diçka të ndryshme. Një pitas, rësenik e thujnë. La përrinën e grima, e përrinën e është. E grime, e zhjire diçka një herë, kom pa unë e fa vende nëse së problem me qka bëhet? Bazi e mirë, da i më nëj ke nuk se pe atë, morë kom mirë. Pite me përre do me thonë? Po, pite me përre. Me preshpër, okej. Presh, po. Ta shë kuptova, se më thash mësë është kështu si na i lejli që një kësi. Edhe është e ronë për lëk. Pa i vetë pitja është e ronë. Non, tena, kujna i thojnë, non, të regon. Sot buke për para edhe mrapa, sot bikarboni. Po, të më tregon edhe nona tena kujna i thojnë, se në tena im doke tjetër kujna i thojnë. Hajtë se po prest është, po të më doke që është me gjakën. Fjallë të njëjta përdoren për diçka tjetër. Interesant, do më thonë, kun rahat së rënë rëseniku, atje ndryshe këto ndryshe, ma kanë kompleksu. Na të përshëndesim, faleminderit. Ciao. Faleminderit edhe në ju gjithashtu. Hajde gjithat mirat, faleminderit. Luli na ka dërgu një foto, na tregon për pjesën juaj që po menën, tjetër është Luke. Luke dhe se ja habita dhone Luke, thash Luke. Po shihet pjesë e ngarkuar këtu ndërtesat e nalta, pëten prej qendrës të ardhë, po shihet pjesë e ngarkuar me kolon, pejtoni aty. Kto kanë që runë laf, kanë që lunë rafsh, dhe këtu i që i këshyrum na nese ma poshtë do, nëse na jena pak manal. Faleminderit Luki, po të përshëndes shumë, faleminderit për fotën që na ke dërguar, po vazhdojmë, po presim edhe informata tjera në pjesë tjera të njëjtën kohë, po presim na tregu se kujna s'mundesh me i thonë jo, i ku marrë do mesazhe, po kena me lexuar pjesën e dytë. Veç një mesazh që më ka ardhur s'kena me lexuar hysit, se i kum thonë dash mi thonë mesazhet tjerë. Po. Për ndryshe IPCO ka ardhur me 3 pako për ata që janë përdorues me para pagim, tip mini, tip super, tip max. Tip mini ka 200 minuta, 100 SMS, 6 GB internet. Tip super vjen me 300 minuta, 16 GB internet që vlen edhe në Ballkanin perëndimor, dhe tip max që vjen me 500 minuta, 100 SMS dhe 30 GB që vlen edhe në Ballkanin perëndimor. Yll 120 yll 123 në varet për pagos, e keni thurje, keni mundësim për me aktivizu vetë, ose nëse keni ndonjë vështirësi, veç afroni njënin prej dyqaneve tipkos, edhe ata ju aktivizojnë ose ju japin informatat e nevojshme. I gjeni edhe në rrjetet sociale, gjithashtu edhe në ipco.com. 049978 pas ka shku telefonata s'na ka prit. Okej, po e presim telefonatën tjetër me na tregu se kujna s'kishe mujt me i thonë jo, që ato po dojna me dit. Alo? Mirë dita. Mirë dita dhe për ty. Alo? Jo as pak, kush po na pyet? Këtë veja, është? Po, je drejt për drejt, i nderu, me emrin? Bekimi nga Klëkuti. Si e beqer? Bekimi. O, Bekim, si e si kalon? Ani desën nga atë. Mirë. Koj shpon është me thonë jo, shpoj me thonë motrës madhe. Pse s'mër është me thonë motrës madhe jo ti? Krejt pasonin, që e kemi, 7 vaznia për qajnë e kemi. Qka je të thonë, do me thonë, motra, ju kanë dimu për me bo pasunin që e keni sot? Po më vjen shumë mirë. S'po bëj kam i thonë jo asoj, po të përshëndesim Bekim, të në kalov shmirë. Hajde kalov shmirë. Me gjithë dhe naqa si motra. Oj, motrat e mija, koncentrono. Edhe që do të mija të kalablak. Po, hajde, dhe ti në me dhe ti ki bol.
Nejse dhe. Okej, le të koncentrohen ai fion se s'bëhet nami kur gjë. Vonë është tash, vonë është. Le të koncentrohen për vetin. Kur s'është vonë për fatin ton. Unë për shembull s'kisha mujt kur mi thon Joni Toyota Stream. Ton dikush apo më jep çto me marr një RAV4-sh, kur nuk kisha mujt mi thon Jon. Veturat e Toyotës përveç që janë ekonomike në shpenzime kanë 10 vjet garancion. Për çka do që ndodh me motorin, edhe pse është shumë e pamundur pothuajse me ndodh, i keni 10 vjet garancion direkt nga Toyota. Autotrade ka sjell krejt modelet më të reja dhe vazhdimisht vazhdon me sjell modelet më të reja të Toyotës, kështu që shkoni, vizitoni, testoni edhe merreni cilin do model, keni mundësi pagese përmes shumë bankave në Kosovë. Keni edhe disa oferta që ju ftoj me i pa në rrjetet sociale të Toyotës. E gjeni Toyota Kosova. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, kush telefonon? Nisa. Po si unë. Po je Nisa. Ma mirë vonë se heq. Pse? Po i thashën e. Ma det që a the vonë është tash me ndihmu. S'është vonë kur. Kur është? Për motra është. Për motra tona ke fjala, se për tjera nuk e di. Heq. Do tonat janë lodhë, Jenis. Kallëzëm ti kujtë më nësh me thonë jo. Palaj, ishëm një dit me djallë të hecë edhe është një salon i kerrave që ka i kodo kerrat mira edhe në pekqyri një kerta djallë i mamë. Apo të pëlqet që kë tash kur duesh. S'kish mujt me thonë. Po e madhe. Edhe ma ka premtu, po tash kur ma blenë se di. Me rëndësi e ka premtu. Me rëndësi dhe paqëre, tha ka me ta bu, tha kështu, ka me ta pru, tha para banise, tha ka me ta bu me pasi. Edhe kojo, a une s'moj një thonë ju. Une mesave s'moj një thonë ju. Mesave tua. Sa vjeqe janë? Mesave. O, kam bërë shumë, 10 i kam. Po shumë i du. Shumë i du. A kanë shumë kërkesa, bile? Dveçantën, a i kanë mësu që si tu jo? E kom pas ato që na ka shku, asaj s'kom mujt me thonë kur, as njëherë ju, mirë po as këtyne, as njave, kur e shoh që diçka kanë nevoj, pavarësisht çka, nuk do të thot veç financiarisht. Po, ka njerë dhe ndihma, dashuria është shumë e rëndësishme. Ka njerë është një ndim, diçka krejt tjetër sen që te është lirandi. Edhe që s'ta merr mendja heq që jetu e ndihmu dikën, jetu e ndihmu në fakt. Përshëndes shumë e Nisi, pash me heq në bestat e nipat, faleminderit. Unë e du shumë. O zot shpirtin shumë për ta vesh me një diçka. Apo i bjen për tash si teze, a edhe si hall? Teze jam 8 herë, dhe me thonë Misa, 9 herë, se vesh një pe kam. Shto teze. E si hall sa herë? Hall jam 4 herë. 4 herë. Hall kake. Edhe ane edhe këni. Jalla, ka një aurëm ja u dhonë. Tung teza. Apet pak është një du shumë, se di thola i runë zotit, mitë edhe të gjevë. Faleminderit, përshëndes edhe ju rojt gjithmonë. Edhe na të përqafojna shumë, faleminderit që na bjen gjithmonë ka shumë pozitivitet. Para me në tezja më shumë ja bleke dhe ka një klim ideja. Kësi mi thonë teza një klim se ish me inteligencë artificiale, po kalzojnë ata që kur se rrymë. Po, jetë tezja tani, po si djetë. Mesin me ideja pa klima. A diçka thuju në pjavë blevi që lojsh për blyse e mone? Eta, po ta është gjithësysh një pyetje për fitoj ka bydin. Kështu që po, koncentrohu mirë këto dhe e merr një super vetur bydin, si po thot Jona, ose BID kështë tani jo. Kam i vetë bëdë një super vetur elektrike. Alo, përshëndetje, telefonata jo po Viber. Alo. 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 Ta kena qel, vish. Vish edhe ta mshelim. Edhe ta mshelim. Po, kur t'na telefonani, kujdes, largoni prej televizorit edhe na dëgjoni përmes telefonit, se na dëgjoni mjaftu shumë mirë. Qa është kjo mërë ma ka qu dikush një kësit dasë, ma zdi që kam kanë qu qëto. Mos keni gabu mërë këtë video që ma keni dërgu. Alo. Shtatori mu i dasë ma vetëm. Po thu që ka vazhdu, okej. Po vazhdoj. Po vjen shumë mirë. Kjo telefonata që po na mdokët veç po munuot kështu për skoti, sepse... Alo, përshëndetje. Alo. Përshëndetje. Përshëndetje. Kush na përshëndet? Au. Kush na përshëndet? E Prishtine. Emrin t'lutna. Blerim. Blerim, si e si kalon? Mirë, faleminderit. Kujnas mund është mi thonë ju, Blerim? Vallaj, normal, antalët familjes, më në shmetan.
Kujna smundesh? Antarëve të familjes. Po çfarë? Antarës familjes, nuk është me thonë jo, po edhe gruaja kur ma përgjit do me shtëpar. Bravo bre. Nuk moj me thonë jo. Ngopët me konë do në hangër. Do të më që me thonë që vish për hatër tënë, se a din kishe se kisha hangër, vish për hatër tënë. A e hanë për qef a për zësht, ruat pyetja? Wallahi. O vish për hatër. Qef ato të me refuzat. Pak për dyjat. Për hatër e ka. Penishëm dhe gjusë, jo muetrës, jo babës, jo atë, normal, ato pjesëve të familjes nuk mund të me thonë jo. Po s'pe kallzojnë këtë pjesën tjetër? A më që thot mishit s'ma përmeni kërkosh dhe ishtë ashtë? A unë e përmena, që kështë të dëgjuj, që kështë shatë ja blot, ja kështë normal, ato se ne thua jo. Normal. A më ka një herë dhe du të mi thonë jo, dhe më nësh mi thonë jo. Qa, sun e Fiona si këshin thonë jo, po falimderit shumë që na ke thirë. Hajde, kalon shumë mirë. Po te po si as po qelen. Jo se në djetë kretjen, jo. Pa e posët njënë një ven, që të kalzoj. Hina që të po, hina që të kur peshën një qik, të e hangër një salat. Një tri copa. Nuk ke salat ajo. Qa ke? Kishe salat. E vobek, mëre 3 copa. Gjallë, vajullini, 4 ullik, kështë që adinu në qështu ha. Edhe krype biver, më s'harro. Po, dhe pa krype biver. A e shumë, thash kur vjen mishi, tha jo s'kavi qëto e kom. 23 euro. Po falimin derit, në kalem shirë. Ta 3 euro, di që të kësha bobe me 3 euro. Me 3 euro e kësha bli krejt produktet, e kësha bu një tas për krejt. Moj Fion, me 3 euro e kësha mush një rezervor Vespës, ishe sila ne e knej një avdet. Isha shkudej në Alpe, isha këthy. Ishe knaqë e Fion, për ndryshe... koleksionet e reja kanë mbrisim. Mundeni me shku me këshyr, po me Vespë në Albis, edhe e leni ku dëni, po pak ma vonë edhe pak kina me shku në Albi, për mjë tregu se e kina telefonatën që është në për Vespë e pa ta fjallën. Gjyrat e vjeshtës. Me paramenova me Vespë në Albi, aty pa din e len poshtë, e dera e len. Menojnë që është për reklamacion. Nuk ta prek kërkush. Wow, sa ka shmime? Alo? Alo, përshëndetje Fiona. O, përshëndetje Gimo, qysh je? Mirë, faleminderit. Qysh e kemi Suedin? Mirë, faleminderit, mirë. Me shi, djell, bor, qysh është? Po na interesën moti kështu në Evropë, qysh është? Mirë, nuk o kesh, shumë interesant. Qa i bën kjo mirë? Ka në ordojt e Kosovës, atje në Suedita, të manë zërë Suedita. Okej. Do më dhënë koha që nga i mirë. Kujtë mund është mi thonë jo, Agim? Fiona, ka shumë sane, po unë një ndërtu e pesekon jo, vesh mjekut nuk mi thonë ju, se me, ajo në favor të amin, mi thonë atë ju. Po, pra, mos e ha se han, mos e pe se pen, pije këta e pen. Po, mjekut nuk mi thonë ju. Po, nesë une. Tjetër? Edhe, mos e pesekon dhe njo, është vojës dhe, Venerës, vallaj, s'puj mi thonë asë ju, bre dhe kesh me kondo dhe i thonë po. A po, a? Se po bankë si ndasi, Agim. U e du shumë ato, i du të në po ato, du diçka kështë. Okej, faleminderit shumë që na gëthirë, javë të mbarë. Fiona, ju du edhe ty arsimin. Edhe na ju dojnë a ju e shumë. Edhe a keni parë që si thojnë a ju kur, për kur gjo? A, vallaj, për politika njerë, edhe na ty. Agim, të përshakojmë shumë, faleminderit. Respekt për të dytë, kalën e mirë në societate. Gjithashtu. Respekt për dytë, veresi për që është aja dhe? A i ke me veresi. Respekt gjithë kujt, veresi as kujt. As kujt, po. Alo, përshëndetje. Pas në harru. Alo. Përshëndetje. Kush na telefonon? Meha. Si kalon? Mirë, faleminderit, a një mirë. Mirë, faleminderit me edhe na mirë jemi, mirë po kalojna. Kujna s'mundet mi thonë Meha jo? Po ndërkohë na lojë futbollit, i më thonë jo. Do më thonë me thirë na i kush me ta bojate se bekshyrëm që t'lojt futbollit s'kishe mujt me thonë jo. Ku me ditë që me qenë t'u bo? Ku me ditë që me kom, hej për kënaj punë dhe shkall, jashtë Bilalli, që këtu jo. Që kë Bilalli, kusha? Se bashkë për du me ditë, se dje e kom për men, Bilalli. Për te Bilalli, po. Dje e kom për men. Ndërkohë, shmunta diçka ndaj parostin. Po, se për ndryshës e arzakon Bilaj, të më thonë është puni. Po përdin, ku së shkanë? Që thonë ju, po ma të kojta që ka më duhe i Kosova, që shumë nësë i më thonë ju. Jo më shfarti, jo. Ani më me thoni i kom 2 bileta për me pa në i neshtë live. Unë i thash jo, valla me të kalzu drejt. I thash jo, po qa me bo. Faleminderit. Prishtin, një gjohë për akohe. Knaqësh. Knaqësh, i shë hukë gjatë njerës. Po.
E mi thonë ju. Ja bës bën mi thoni ju. Faleminderit shumë, po të përshëndesim shumë. Ditën e mirë ju, faleminderit. Ditën e mirë edhe ty kalofsh mirë. Çe po shkojnë as tash deri në Albi Mall se unë e Fiona që atje smula me dhon ju. Jo. Për në vendlindje me zemrën plot dhe mendjen tek e ardhmja. Sjellë kursimet në Bankën Raiffeisen dhe përfitoj interes preferencial për depozita me afat. Besoj kursimet e tua bankës së sigurt me tradit mbi 139 vjeçare. Askund si në shtëpi. Banka Raiffeisen. Make it happen. Kjo është bota për jetimit jetësor. Për jetimin që na ka ofruar shumë. Na ka mësuar qysh mu vesh bukur, qysh mu dok tri kur i bojmë do vjet, qysh mu dok serial s'kur duhet, qysh mi kombinu ngjyrat, e qysh mos me pas komplekse. Na ka pru premierat e filmave në ditën ditë me krejt botën. Në fakt, na ka pru botën Kosovë. Na ka mundsu mos me pas nevojë me kalu kufinin për me bleni setër të mirë. Shkallëve ka me nejt, e lojt ma interesante që ta shilujmë krejt. Na ka kriju shprehje me familje mos mja huq as një vikend. Na ka mësu me bë dhurata speciale. E me kalu kohë kualitative me fëmijë. E me gjetë ushqimin më të mirë e më të freskët në vend. Që besa edhe online me porosit. Me padurim me prit Black Friday në ndorë. E në dhjetor me dhurata me i gëzuma dashnit. Shumë qka na ka mësu. Po mas shumë ti. Na jemi mësu me to. Albi Mall, gjithmonë vendi familje sonë. Mos u mërzit në heq në bankën tep, kemi marrë kredi për darsem, po martohemi, po shkojmë muajnë e mjaltit, edhe kështu do të krijojmë kujtime të reja. Drive Me Crazy, në Klam Radio dhe KTV. Po rikthehemi në Klam Radio dhe në Koa Vision dhe njëherë ju rikujtoj se Petrol Company në Çaklavis në të dy anët e rrugës benzinën e dizelën e ka 1.18 për litër dhe në Hajvali benzinën dhe dizelën e keni 1.17 për litër. Mos harroni mu bë dhe pjesë e lojës shpërblyese te Petrol Company. Tueri mbush makinën, e merrni kuponin edhe futni lojë shpërblyese për një vetur që po e dhuron Petrol Company. Ja ku po vjen, jo çe telefonata tjetër fion. Alo, tu vesha? Çe s'ka. Alo, përshëndetje. O, përshëndetje. Si jeni dhe si kaloni? Mirë me juve gjithmonë, po si jeni? Qysh e ke pas ditën? Mirë me juve gjithë. Po vjen mirë. Bater, kujnas mundesh mi thonë jo? Kuptohet familje sa jashtë. Po, këta pe dina. E kuptuam që kërkur s'po mi kam i thonë jo, a kështu e di që keti thonë jo. Po, pa buhën, edhe tjera, edhe kam edhe shpreshnia kur në thrasin me dalë dikon. Po, bravo, bre. Nuk më ju thonë jo, edhe kur më lyp dikush pare që kam, nuk më me thonë jo. E shto e pas këtë keqe, nejse. Se mërë burë të keqe. Ke bre, borë zotin. Po për shka pi runë paret batire. Po që mja vonë njerëzve, mja lyp batet që bëse ju me të kes një 200 shë mëse ki kë. Tap, në gjë, po bre që po t'i jepi. Apo t'i kthejmë bile batet? Po mi kthejnë, po s'bohet nami me bo mirë. O, që besoj mirë është. S'moj me thonë jo. O, bater ta njef shatë mirën. Falimderit shumë që na ke thirë. Po, gjithat mirat ju rëjsh, ta që një super jo. Mos më ju thonë jo, mos më ju thirë. O, ta njef shatë mirë. I kam pun pak rand, po... Hade po shpresojmë me marrë lajme të mira. Falimderit shumë që na ke thirë. Fatir të përqafojmë shumë. Ciao, tung, kalofsh mirë. Hajde gjithat mirat. Kjo puna e pareve, pëshe. Për që ato batiri sot është ku është, e ka shnetën, e ka krejti po. Jo, be. E lexova diku një thonje ke, tha kursimet e mia nuk janë urgjenca jote. Kështu që për batirin koka do të thon për batirin kursimet e mia janë urgjenca jote. E të gjithëve. Po. Hajde urdhëni. Bateria 500 euro. Alo, përshëndetje. Alo. Kush telefonon? Arbesi Petranosit. Emrin edhe një herë? Arbesi. Arbes.
Interesant. Tregom ti kujt s'mundesh mi thonë jo. Ola, Allah me tregu drejtë një s'moj me thonë për ekspori, familjes, po edhe... Po, jo kuptu, e tham. Edhe një onës prej udhëtimeve më të bukura që ekziston në botë. Cila është ajo? Është udhëtimi drejtë në Jamaikës. Jamaik. Me thonë dikush a je për, dhe me thonë s'ka diskutim aty, a? Ja, absolut, do me më vejt dyera. A jenë shuansat me ta buna e kush këtë oferta largë? Po shpresojnë që po. A, po shpreson, diçka pas ka livrit aty. Okej, Arbes, faleminderit. Përshëndesën dhe rumët. Edhe unë të përshëndes. Shumë tani na tregon kush po ta bën ftesën. Po. Edhe apo shkon. A është nga ta so Jamajka? Po. Edhe ako ka mira, ako ka shpraj so shezlloni e pedenti tash e të jetë. Këto zane na tregon kur djem pi Jamaikës. A unë që ti shoku tem, kolegu tem. Shkon më na thirr pi atje, po. Që sojmë tu i thon Swiss, Japanese head spa tretmanin. Po. Hajtë sot daj nesër, hajtë sot daj. Si kom thonë një korr asnjëherë, se do të thonë s'ka ardhur oferta zyrtare asnjëherë. Po, nejse, 032200000 është numri i telefonit ku mund të thirrni edhe të bëni ankesë ose peticion. Jo, po rezervim për çka do që keni nevojë, për çfarë do tretmani, për çfarë do që keni nevojë, qoftë për sallat e dasmës, qoftë edhe për me shfryzu span, saunën, fitnessin, krejt i keni në një vend Swiss Diamond Hotel Prishtina. Alo, përshëndetje. Ta kish parasysh. Po, përshëndetje juve. Ndash masysh. Kush na ka telefonu? Ja, shëfësori. Qati. Si e? Që? Aje rosë një ka një? Shiti. Që veçat bën Fiona? Do më thonë, Fiona full për veti, vish kur t'vjen një mesazh, bëna bashkë shkojna me Fionën. Apo kuptaj? Po, Bramon. Do më thonë, me njerët ka po oferta 2 në 1, paguaj një merë tjetër gratis. E diune shka flas edhe kur flas. Po, e diune ku pe ase, të gjitha jeme prapa via politik. Po, s'është problem. Sot një vjetë kryme. Hajde, jashtë të kësor të regëm që shke vikendi. Mirë, super, si që thëmonë, pa ndryshime. Nuk ka pas në sen interesant në i zhvillim, në orbitën atje? Absolut, tonë kohë një morë me kometën Atlas. Edhe qysh po jetë kometa? Shumë rëzik, po të regojnë, po thojnë bënë të miro Marsit, po këshirën tash. E me bu miro Marsit, qka bo? Mare mos t'i bjen tokës. Presim ja 8 muj, të lujtë lëtë, të lujtë pastore, ku po bina të farë pjesë. Që gjuna e për pjetë. Seriosisht shka, a është kesh diçka për tokën? Po që so kesë, vinë mas 8 mujve, vinë ato varë trumër, së që të shqip. Copzat e vogla? Po, vinë atë pjesë. Pas për Mars nuk o mirë, sa njeri ka bje toka atje. Po dhe se tash vishte di ku pi bjen Mars, se unë për Mars e të vetë, ku në cëllën pjesë. Po thojnë si janë sonë dhe maru me pe dorës dikona, nuk është natyrale, po thojnë. Ka shumë, do më thonë, qakulloj shumë konspiracione për momentin, po nuk po di, akshirëm. Kujna së më nëshmi thonë joti? Wallaj, me thoti kusha për të pare, kur ju si thonë. Hajde me ta një fshat mirët. E ku marri mesazh moti, po do më thonë kërkur s'pa përmen kështë farë pune. Jo, hysi, shkoj marrit ma largë. I kom e disene, si të thëmë ju kur. Të mlarizit, për shembull sëlqashit që thëjmë na po edhe këta dhe ametis mund të me thonë jo, po kursën i thëmë ju edhe jogurtat me frukta. Mara një paket jam gjende me hongër pa lujt venit. E keni zotin edhe atje më dukët? Po qështë se kanë? Po, sigurisht. Ma kjo kom një që ka artë ju, kom thonë ka artë ju kjo. Prej Zërmanisë edhe ka dalë rrugës. Krejt kena, bili kena dhe këtu me proteina, me 27 gram protein, pa sheqer, pa laktoz, pa gluten. E di, është i mirë zoti. Hani sa të mëni. Faleminderit. Kosi, ahot, kanë një bukur. Më varët sa është i trash. A i fryët, varet sa t'ka tjeg. Dhe varet me luga pa lug, që janë njësa sa i punë. Ape vredi si mi po vdolin fjallë si e honës atë katastrofë. Po vred, edhe që shfolje për komedi që është patro emocioni, adin? Patro emocioni. E rok, edhe në rok s'ka lidhja, adin që shtu t'i folë. Aty ka zeni një fshefësine sekret shumë shpejt, se hajtë zgota shumë apet. I kom që aty në firmë ku vënaj, që aty si lej fabrika është, janë 4 holla janë, kur dalë me folë telefonë, dalë në hallën e 4, pas kollës 4, që aty punojnë, edhe folin që të kështu, aty ka kulumëria. E përse që ti në shkanë kulumëria, ta po? Kena një, po. 2 kila kulumëria i kom të busat, edhe po mënaj si kur pjekën edhe pak kej komi është tjerë, shumë i kona vironët. Qka jetë, o thonë, kulumëriave s'po më ishe mi thonë ti jo?
Po, ju thom as koqave, as do të shumë sana, por zane për mena. Kanë një bukur. Ta njef shatë mirën, qao, kalov shmiri e mrekullueshëm. Rubini, definitivisht një dhuratës me një unazës me gurçmuar të diamantit, nuk ishe mujt me thonë jo. Përndryshe për juve që dëni me bo dhuratë edhe vetës, në rrugën qendër Prishtinës në Albi Mallës në Feriza e gjeni Rubinin me solitarit, me gurçmuar diamantit, ETJ. Ja telefonata tjetër. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, kush telefonon? E Kremi Pira Oveqit. Qysh je, Krem, a je mirë? Po mirë, jo? Mirë, për mrekulli. Kujt s'mundesh mi thonë jo, e Krem? Vallai, une, Fiona edhe Arsim, asnjëherë s'muj mi thonë jo nipave. Nipave? Çka po t'lypin zakonisht nipat? Ata janë më rekrin sport, edhe une jem kon sportist, edhe sot e kësaj dite jam sportist, kur më lipin me shku me këqylojen, shumë herë i kom Qopira Oveqit me këqyre, edhe Kosovën, edhe Shqipnin, edhe kursit, thom jo. Shumë mirë. Edhe hajde lujm, hajde shkoj me këqyrim. E këqyrim, Oveq, Tiran, ku do qoftë, une i kom plësu të firë. Bravo e Krem, bravo. Faleminderit shumë që na thire. Përshëndetje edhe Arsimin, faleminderit shumë, përshëndetje edhe Arsimin ty shumë. Komunikacioni se po e kena lënë pak, na kanë arrit disa informata, po na tregojnë për pjesën çastin të rrethi i Çaklavicës që është pjesë e ngarkuar drejtim Prishtinës, pjesa poshtë Veternikut me kolon deri tek rrethi i ambasadës amerikane. Hyrja në Prishtinë nga kazerma Demja Shari, tutjet e salla 1 tetori dhe rruga Gjem Ramadani e ngarkuar nga udhkryqi Menzës për tek komuna. Qendra e Prishtinës, rruga Luana Radina e ngarkuar deri tek rruga UÇK dhe rruga Tirana drejtim për tek rrethi prapas stadiumit me kolon. Me një fjalë kryeshtetin këto momente është Pedinio. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Kush na përshëndet? Jona Hoxha. Jona, sa vjet i ki? 18. Sa i kam unë në 19. O Jon, kujna s'mundesh mi thonë jo? Familjarve. Qka s'mundesh mi thonë familjarve? Jo me thonë ata mëson tea? Po. E me thonë ata mos tërë se kjo emision në për matritun se 18 vjeta, thirte? Po. A, Jon? Po? Jo, okej. Faleminderit për qafim, kalov shmirë, tung. I bofsh, jo 18, po 118. Nëse, po është mirë, do më thonë, me respektu këta që e kemi me na telefonu, vetë ata që matritun se 18 vjetë, se temat janë tilla. Na i asistencë, mundën e me pas, po me kalu linjën pastaj. Alo. Që 18 vjeçari? Alo. Përshëndetje, të vazhjeta e kot. O, përshëndetje, kush telefonon? Bashkimi, Bashkim, po dëgjosh pak si turbull, si keq. Po ndëgjosh, po pak me problem. Ata në radio në shta nuk mujnë me t'ni mirë. Tregon ti... Jam Prishtinë Kosovë, edhe stira fash me marë pjesë në misionë e ju. Hajde, tregon kujtë më nëshmi thonë jo. Vallaj, qëre, rusë në thonë jo. Po? Se këtë do të shku, në mëna e fakta, lekri në e detyrë dhe qka. Nuk ishtu jo? E qështë. Tjetër? Edhe djallit për futbol, do të thonë jo se futbol e shkësor. A lu futbol djalli? Po. Okej, edhe qka do që ka nevoj rrëth futbolit ja plëson krejt? Po, normal, i kesh. Okej, pëse më keshtim? Ja, po luna po mbron. Una, jo vallone është për krahit. Vesh po këshyrë. Okej, se vash. Bashkimi këshyrë dhe e lu në rolin e transporterit, garant. Hajde të përshëndes. Shka e vetë, apo nejse. E di që ajo është sulmus. Qendër sulmus. Qa e me rëndësi. Me rëndësi më marrë me aktivitet. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Kush na përshëndet? Venera, si jeni dhe si kaloni? Si jeni dhe si kaloni? Mirë, po kalojmë këtë ditë vjeshte, mirë. Po, e mirë dita, shumë e mirë edhe sot. Hajde tregona kuna s'mundesh me i thonë jo. Valla, me ma afru dikush një banesë ose një shtëpi, se thonë bravo, Vener, do më thonë, me ta bo dikush që dhurat e ki që do një shtëpi, për ndryshe po në pjesën e dytë në Glam Radio mundri me ndëgju diçka për do shtëpia interesante, kemi një musafire, edhe mundri me marrë ma shumë informata. Po me ta dhuru dikush një shtëpi të mira, një banesë të mirë, si kështë e thonë jo?
Jo, valla, kur se thu jo, se ju thu jo, ai u mundu me bosh gjata. Po ai ka që thojnë adim, po... Ai se, kjo se kam. Ja be se i kom 3, adim. Sa i thoj një herë vjen vera ka dera, po kur të vjen vera do është me shfitzu. E vërtet është. A mo fëmijët janë shumë sinqert në për kësi pyetje për shembull. Ata tregojnë drejt. Ata mujnë me ta refuzu. Qo, me qa po e kom pa një emision kur me një loj kështu diçka e pysin fëmin apo don një udhtim në Disneyland me komplet familjen apo po e don një gjiraf ke një lodër. Edhe e mendohet ata prind të boti fëmrapa kështu thuj Disneyland edhe e thët gjirafën. Gjirafën bre se qapi vim banesa fëmis. Qapi po ati fëmis tani. Me përqaf shumë. Me gjiraf bashkë. Me përqaf shumë. E të përshëndesim. Hajde ju përshëndes edhe une, hajde. Faleminderit. A kemi kohë për një telefonat ajo? Një banes, një shtëpi tha, po. Po e ki edhe një telefonat. Diçka simbolike. Po, edhe një telefonat fundit. Alo, përshëndetje. Simbolike. Alo, përshëndetje juve. Faleminderit, kush po na përshëndetje, telefonuesi i fundit për sot. Faleminderit Tata Mata. Tata Mata? Po. Okej. Edhe kujt? Unë fjallën ju kisha mujt mja thonë kur njët, se i njëva krejt këtë, kur njët kisha mujt fjallën ju mja thonë nonës dhe babes. Okej, prinderve du me thonë. Po. Po përveç prinderve, se familjen paka shumë e përjashtu më thonjza, se dihet ajo punë që kena qef me pas një raport të mirë. Edhe, e dyta? E tjetër kujna krejt ju kisha thonë ju. Se kështë pas problem. Okej, faleminderit për sinqeritetin se thash më herët. Ju rojni ditë mirë. Hajde gjithat mirat. Faleminderit. Rekullushëm. Valloj na knaq zamrën me këtë emision. Faleminderit shumë, e vlerësojmë shumë. Faleminderit. Po dorën zamër krejt i thojmë jo dikujna. Vjen një moment që i thuj jo ose për ndonjë arsye të veçantë, nuk është kaq me thonë jo. Bile është shumë e shëndetshme me thonë jo. Ama dhe me thonë po, ka njerë nuk është keq. Se mës me thonë po, qa ka lidhje, thut njëri po. Apo sa komentet i kena marrë sot për... Nejse, s'po folim. Okej. Po i rrugove pini sa më shumë, qëta dimi ju thonë? Edhe unë dimi ju thonë, mësë arroni me bo ata që dëni me bo gjithmonë me epë shumë dashni. Shihemi në pjesën e dytë jena bashkë në vazhdim me Glam Radio, na dëgjoni përmes frekuencave tona ose përmes aplikacionit ose përmes glamradio.fm, qysh të doni. Faleminderit shumë edhe Jeta Baholli Hair and Makeup që është gjithmonë pjesë e emisionit ton. Shihemi nesër për ndryshe në orën 16.